Nëse hani misër të zjerë, bëni mirë ta dëgjoni këtë lajm para se të jetë vonë për ju. Misri është një nga drithrat më të njohur për shkak të vlerave të tij që mbart për organizmin. Misri ka nivele shumë të mira të folatit, tiaminës, fosforit, vitaminës C, magnezit e të tjera. Ai është i pasur me nivele të larta të hekurit, vitaminës B6, vitaminës B9. Ai është i pasur me fibra që do të thotë se ndihmon sistemin tuaj tretës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në luftën kundër komplikacioneve, misri i zjerë është një ushqim mjaft i përdorur në vendin tonë, dhe si i tillë mund të konsumohet në forma të tij natyrale për të përmirësuar organizmin dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Përse duhet të shtoni misrin në dietën tuaj ditore? Misri është një produkt shumë i rëndësishëm gjatë stinës së verës që mund të luajë një rol të mirë në parandalimin e inflamacioneve të organizmit. Ai ka karakteristika të larta ushqyese dhe me një ndihmë të pasur për mbrojtjen e shëndetit, do të jetë një mundësi e çmuar në vlerat e trupit. Asgjë nuk thotë se një verë e mirë është pa e përfshirë misrin në të. Shumë i preferuar në të gjitha familjet shqiptare, misri është një nga ushqimet më të shijshme që mund të konsumohet në format e tij të zjera, të skuqur, të pjekur, gjithashtu edhe në gatime. I pasur me vlera të larta ushqyese, vitamina dhe minerale, ai e ndihmon organizmin për një sër problemesh, duke filluar që nga rënja e peshës deri te lohatja e sheqerit në trup. Në këtë video do ju tregoj mënyrën më të mirë të përgatitjes së misrit të zjerë dhe përfitimet që do të merrni prej tij. Si ndikon misri në organizmin tuaj? Një misër mesatar do të ofrojë të paktën 77 kalori, që do të thotë se ai ndihmon që të jeni të ngopur pa u shëndoshur. Duke qenë i pasur me nivele shumë të mira të fibrave, të cilat treten shumë ngadalë, misri ju mban të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Nëse konsumoni 1 ose 2 misra në ditë, gjatë vakteve do të ndihmoni organizmin tuaj të mos konsumojë ushqime të tjera me kalori. Gjithashtu misri ndihmon për të parandaluar shumë komplikacione të tjera. Siç e dini, ai është i mirë kundër diabetit, sëmundje të zemrës, sëmundjeve të syve dhe ndihmon gjithashtu edhe në zhdukjen e qelizave të dëmshme, duke pasuruar trupin me antioksidantët e nevojshëm për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse shtoni misri në vaktet tuaja ditore, atëherë do të merrni një burim të mirë të mineraleve kryesore siç janë vitamina C, vitamina B, fibrat, magnezi dhe kaliumi, shumë të rëndësishme për trupin tuaj. Vitaminat dhe mineralet që gjenden te misri janë të mira për shëndetin dhe organizmin tuaj në tërësi. Nëse dëshironi të humbisni në peshë dhe për të hequr tërësisht kilogramet e tepërt nga trupi juaj, shtoni misrin në dietën tuaj. Gjithmonë keni parasysh që ta përgatisni atë në mënyrën e duhur që kaloritë të mos shtohen. Nëse e përzjeni me përbërës të tjerë siç është sheqeri ose gjalpi, rënja nga pesha do të jetë vërtet e vështirë. Por si të përgatisni misrin në mënyrë që të merrni përfitimet e tij unike? Do ju duhen 8 gota ujë dhe një tenxhere e madhe në mënyrë që të filloni edhe të zjeni misrat tuaj. Vendoseni këtë tenxhere me presion në zjarr të mesëm, të lartë dhe e lini të zjejë për disa minuta, ndërkohë që zgjidhni rreth 4 misra për t'i zjerë dhe qërojeni ato nga gjethet e jashtme të tyre nëse kanë. Sipas dëshirës, mund ta ndani përgjysmë secilën prej tyre në mënyrë që ta vendosni menjëherë në tenxhere. Në momentin që shikoni se uji ka filluar të zjejë dhe të nxjerrë bulza, shtoni në tenxhere misrat tuaj dhe i mbuloni me kapak. I lini të zjejnë për 10 deri në 20 minuta sipas dëshirës, ose derisa të shikoni që kokrat e misrit janë zbutur. Pasi t'i nxjerrni nga tenxherja, kulloni mirë dhe vendosni në një enë të pastër që të ftohen. Mund të shtoni sipas dëshirës pak krip ose piper të kuq në fund. Nëse dëshironi një shije më të fortë, por ideale do të ishte të konsumohen ashtu siç janë. Për t'i konsumuar mund të zgjidhni t'i shijoni menjëherë ose t'i ruani në frigorifer në një enë të mbyllur deri në 2 ditë. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet me përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Misri është shumë i pasur me vlera ushqyese të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit në tërësi.
Ai përmban fibra minerale të rëndësishme për shëndetin e përgjithshëm. Sipas Healthline, shtimi i misrit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë dhe e dobishme për organizmin tuaj. Misri është shumë i rëndësishëm për shëndetin e syve, pasi është i pasur gjithashtu me lutein, zeakanthin dhe mbron organizmin tuaj nga stresi oksidativ. Misri mbron shëndetin e organeve trece sepse është i pasur me nivele të larta të fibrave, të cilat do të parandalojnë kapslëkun dhe do të ndihmojnë zorrën të qëndrojë më e shëndetshme, më e mbrojtur dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Misri mbështet shëndetin e zemrës pasi është i pasur me antioksidantë dhe yndyrna të shëndetshme, të cilat ulin nivelin e pakëndshëm të sheqerit dhe ndihmojnë në shëndetin kardiovaskular. Misri ndihmon në menaxhimin më të mirë të peshës trupore, pasi përmban nivele të larta të fibrave dhe përmban pak yndyrë, gjë që e bën atë një ushqim të dobishëm për tu konsumuar gjatë vakteve tuaja ditore. Ai mund të mbrojë kundër komplikacioneve dhe të rrisë gjithashtu rezistencën e trupit tuaj në tërësi. Ekspertët Healthline e cilësojnë misrin si një prej përzgjedhjeve më të mira, pasi është i pasur me vitaminën C, ushqyes të rëndësishëm për imunitetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se misri është i mirë për organizmin dhe si i tillë duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja, kryesisht në format e tij të papërpunuara, pasi ndikimet që do të merrni për shëndetin do të jenë gjithashtu me shumë përfitime në vlerat e trupit tuaj. Misri është një nga produktet me më shumë vlera, mund të përdorura në të gjitha vaktet e ditës pasi ka në përmbajtje të lartë fibra, njësoj si buka. Shtimi i misrit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu edhe mundësia e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve dhe lehtësimin e shqetësimeve të tij. Sigurisht, duke u konsumuar në formën e tij sa më natyrale, misri do të jetë gjithashtu përzgjedhja më e mirë e shëndetit në luftën kundër inflamacioneve dhe nxitja më e mirë e organizmit drejt përmirësimit të duhur dhe lehtësimit të shqetësimeve. Shtimi i misrit në dietën tuaj do të ofrojë gjithashtu një burim të mirë të vitaminës A, vitaminës B dhe të vitaminës C, tiamin dhe niacin, acidit pantotenik dhe një burim i pasur i kriprave minerale dhe ka një përmbajtje shumë të mirë të fibrave. Misri gjithashtu është një ushqim shumë i pasur me vlera ditore, siç është acidi folik, një vitaminë shumë e rëndësishme që do të luajë një rol të duhur në zhvillimin e fetusit tek gratë shtatzana dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Nëse shtoni misrin në vaktet tuaja ditore, përgatituni të merrni edhe përfitimet e duhura për mbrojtjen e shëndetit. Gjithashtu, misri përmban nivele të larta të antioksidantëve, duke ndihmuar kështu edhe në problemet të cilat ndikojnë në shëndetin tuaj, të cilat shfaqen si pasojë e krijimit të fortë të radikaleve të lira në organizëm. Ato janë të mira në parandalimin e Alzheimerit pasi përmbajnë edhe beta-kristotoksina, një substancë që hyn në familjen e karotenoideve, të cilat janë antioksidantë shumë të fuqishëm, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe kundër problemeve të mushkërive. Misri përmban lutein dhe zeakanthin, dy substanca të cilat do të mbrojnë syt nga degenerimi makular, shkaku kryesor i humbjes së shikimit me moshën e vjetër. Shtimi i misrit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit t'i bëjë ballë komplikacioneve ditore. Ekspertët Healthline e cilësojnë misrin si një prej përzgjedhjeve më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve, dhe si i tillë duhet të jetë pjesë përmbajtëse e dietave tuaja ditore. Misrat janë shumë të shijshëm, sidomos nëse konsumohen ato gjatë stinës së verës. Ato mund të konsumohen në format e tyre të ndryshme, të pjekura, të zera ose në gatime të ndryshme. Dietologët dhe mjekët sugjerojnë që misrin ta konsumoni më shpesh në formën e tij të zjerë, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për organizmin tuaj. Nëse preferoni më shumë misrin e pjekur, atëherë përpiquni ta piqni atë vetë dhe të evitoni gjithashtu djegjen e tij, pasi do të humbisni shumë prej vlerave të misrit dhe mund ta bëni atë të dëmshëm për sistemin tuaj tretës. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.